Shpallja nga deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku se do të kalonte si e pavarur, mësohet se e ka destabilizuar Edi Ramën. Në nerva e sipër, ai ka thirrur një mbledhje të kryesisë dhe të grupit parlamentar, njoftim që ua ka shpërndar edhe mediave, me shpresën për të marrë një reagim nga e ashtu quajtura neomalsore, si pasojë e konfliktit të lindur pas çështjes së bujtinës në luginën e liçenit të Komanit. Por deputetja, sipas burimeve, nuk e ka prishur fare Terezin dhe nuk ka komunikuar me askënd. Rama ka dërguar shumë emisar për tentuar një negociatë të qetë, por duket se nuk ja ka dalë, pasi ka marrë të njëjtën përgjigje. Qëndrimi është dhënë dhe nuk ndryshon, nga frika se mund krijohet një efekt domino. Për momentin ai ka pezulluar mbledhjet e kryesisë dhe të grupit parlamentar, duke lënë pezull edhe i qëndrimin zyrtar të mazhorancës pas arrestimit të hapur të deputetes së Shkodrës në krah të protestës. Në këtë situatë të tensionuar, siç ndodhi rëndom, kuzhina propagandistike ka nisur të prodhojë teori konspirative me armiq, agent dhe poliagent, për të mbajtur ngrohtë militantët e trullosur. Deri tani kanë dalë disa versione. Njëri thotë se deputetja është rekrutuar nga gjermanët, pasi ka marrë mbështetje për biznesin e saj. Një tjetër pretendon se është e pakënaqur me emrimet në Shkodër, ku askush nuk e pyet dhe nuk i merr parasysh kërkesat e qytetarëve. Dikush tjetër thotë se është mërzitur sepse Xhaxhi Edi i bërtiti para pak ditësh në kalan e Shkodrës. Zëra të tjerë pretendojnë se gjithçka është një marifet i shefit që ka diçka në mendje, por që nuk e di askush. Brenda pak orësh qarkulluan teori të shumta, ndërkohë ajo që dihet me siguri është se ata që kërkuan dorëzimin e mandatit nga Mariana Koçeku e kanë marrë urdhrin drejt për drejt nga Edi Rama, i cili ka hyrë në një gjendje paranoje, sepse ende nuk ka kuptuar se çfarë fshihet pas largimit të një deputeteje vetëm 26 vjeçare. Në realitet, përtej paranojës së kryeministrit, e cila ka arritur nivele tipike për autokratët në fund të ciklit të tyre politik, këtu ka shumë pak vend për teori konspirative. Kur Mariana Koçeku u vendose para në listën e Shkodrës për zgjedhjet e 11 maj 2025, pamfleti publikoi një shkrim kritik ndaj kësaj zgjedhjeje, një kritikë e bazuar në reagimin e vetë socialistëve të Shkodrës, të cilët mbetën të habitur nga ky vendim, sepse Shkodra, si një nga qarqet më të rëndësishme të vendit, meriton të ketë përfaqësues të përgatitur, me peshë politike dhe të lidhur realisht me komunitetin që përfaqësojnë. Mariana Koçeku u paraqit si përfaqësuese e Dukajgjinit, ndërkohë që një pjesë e mirë e socialistëve të asaj zone nuk e njihnin fare. Socialistët e Dukajgjinit kanë një traditë të gjatë politike, ta fituan pushtetin vendor dhe nxorën deputet në kohë kur socialistët humbnin rëndom si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në Shkodër. Pamfleti solli në atë kohë zërin e njerëzve të territorit dhe argumentoi se kjo ishte një zgjedhje axhami, pa përmbajtjen politike dhe intelektuale që kërkon përfaqësimi i një qarku si Shkodra, por Edi Rama reagoi me egërsi ndaj atij shkrimi, duke sulmuar gazetën, ndërkohë që në realitet zemrimin e kishte me socialistët e Dukajgjinit, të cilët më pas i preu në bes me aksionin brutal në theth. Edhe sikur kritika e pamfletit të kishte qenë e gabuar, ajo të paktën mbështetej mbi argumente që meritonin debat. Edi Rama kërkon argumente vetëm kur i leverdis. Kur ka vendosur të godas dikë, nuk pyet për argumente, procedura apo skrupuj. Megjithatë, ajo iku, dhe Mariana Koçeku rezultoi më dinake se vetë shefi i saj, i cili e kishte ngritur në qiell në televizione e takime publike, i la targën pikërisht në ditën më të keqe. Një largim që sipas burimeve ishte paralajmëruar prej kohësh nga një figurë e rëndësishme brenda PS-s, e cila i kishte thënë Edi Ramës, ajo ka për të na ikur. Ndërkohë, presioni për dorëzimin e mandatit është po aq absurd juridikisht sa edhe politikisht. Një deputet pasi merr mandatin ka të drejtë ta mbajë atë, pavarësisht se është zgjedhur nën siglën e një partie. Lëvizjet e deputetëve nga një grup parlamentar në tjetrin janë praktik normale në çdo parlament demokratik. Problemi real qëndron tek sistemi i ndërtuar nga Edi Rama, ku kandidatët përzgjidhen personalisht prej tij, pa pyetur askënd. Dhe më pas, siç ka ndodhur shpesh, një pjesë e tyre i lën targën. Për te intrigave politike, Mariana Koçeku ka mbajtur kohët e fundit disa qëndrime publike që mund të konsiderohen pozitive. Një prej tyre ishte kundërshtimi i asaj që ajo e quajti pengmarrje të Universitetit të Shkodrës nga klanet kriminale, proces që përfundoi me dorëheqjen e rektorit Tonin Gjuraj. Ky është një qëndrim politik i qartë. Dhe edhe nëse është i vetmi deri tani, i jep një pikë jo të vogël deputetes së re, sepse po tregon se ka më shumë instinkt politik se sa vetë Edi Rama, i cili duket gjithnjë më shumë i kapur nga klanet e errta që kontrollojnë jo vetëm Shkodrën. Në fund të fundit, Mariana Koçeku nuk i ka faj Edi Ramës.